Ndërshemi pikë muzikore shumë të mrekullueshme këtu kam besën që do më thonë natën e mirë, se po shkoj në plajt. Vista, hajde thuj natën e mirë. Thuj natën e mirë në Lirista dhe gjumë të embël. Dhe më thonë, natën e mirë në Lirista? Natën e mirë në Lirista? Edhe gjumë të embël. Unë gjumë embël. Qash. Natën e mirë dhe për ndryshe kisha mbesën, mbyllë t'jerë në zemër? Du shumë. I urojmë edhe gjumë të embel mbesës sime Lorenës, që e të gjyshi shumë, edhe të kam u bo moderatore. Ka thonë fjallën, për pos astronome, astrofizikone, astronaute, ka u bo dhe moderatore, inshallah. Dan, vishtalizoj një komentu, kush në ka shënuar, kemi pra, lidin e kemi përshëndet, Doni, në valet e jashtëtorit, po thiri me jaqit aty për aty një poezi, veç të gjenë një vend ku s'me pengon askush se jam në punë. A s'ka fe kortinash me neve, Lorenën e përqapoj shumë ka thonë Lida, edhe këtu e kemi pra Donin. Mirë si edhe Dan, edhe njerë. Mirë mama, përshëndetje për ty vëlla jashtëtëksor, përshëndetje për të gjithë dëgjues e radiovalve të jashtëtëksorit që janë të mirë, të këndshëm, të mrekullueshëm, duke i dëshiruar një mbrëmje të këndshme pranvalve të radiotëksorit dhe duke ja uruar gjithë konfesionit islam muajin e shejtë të Ramazanit, po ashtu duke i përshëndet si që është mas miri, inshallah e kanë shëndetin. Kur e kanë shëndetin edhe kanë mundësien me agjeru edhe kanë mundësien me punu ma mirë. Pa tjetër i pashallgjit në dhone këti urimit tuaj, i ndëruar Dan, pa tjetër i urojmë agjerim sa ma të letë dhe muaj sa ma të letë nëse përket kësaj pjesës e agjerimit. Dan, ti mirë ke qenë? Mirë, faleminderit, po qështu të punu e po do të paqare mas jemi në gurbet, barmi do të me punu të shka mos me thonë një shkrum o konë ka qenë ke shkrum dani marë. Punë palo dhe i ndëruar Dan. Faleminderit, zoti ju bekot. Po, Doni, na kemë së një temë qëta profilat falsë, pse për më shifin njerëzit pas profilave falsë edhe përshkrujnë që ka unë e zedhe për jetën sociale? Po këshyre, këtu në pas profila falsë më shenë krejt dhe njerë dhe me thonë që janë me zemër negative, dhe me thonë aj, asi qare zgudzon me dalë me emnin e vesë, se di që dikush e merë edhe i sa te ka dalë se te po folë qështu, me Facebooka false, me fotat fotografive të fejna, dhe me thonë nuk zbulohet, aj me ndonë se apet aj që do e zbulon, pa aj me ndonë që nuk zbulohet, e kështu në qëtë dhe me thonë, aj nuk ditë sot fjallë të mira, se aj ushqime ka dhe me thonën fjallën thyse, me lëndu dikan, me randu dikan, si kur në që hajmë buk, aj që ashtu mirët me qatë gjona, aj që ata e ka ushqim, me që ata ushqeja. Po thuj, rritet zemra më botë malë kër të fynë dikon, kër të shojnë dikon. Po këshyre, aj që ta, kur e shonë dikan i do këse fitoj miliardët, kur gjës ka fitu përves se një lëndim, që e ka lëndu dikan, pa e lëndim do t'i kthejhet taj. Se gjithmonë njerëz të vjetër kam thonë ruje mos ja bën grupën dikujt se mbas pare ki me ratit tani bja qetri. Po tash ta po trit po thonë ai që ta bën grupën po thonë ka eskavator po thonë. Ta trit. Po ata mendojnë ashtu, ama ne jemi në dorën e Zotit. Zoti gjithmonë të keqin nuk e lë me hec përpara. E vërtetë është, shumë e vërtetë kjo. Ja thamë edhe më herë, domthon, ata kujtojnë që nuk pishe kërkosh për Zotin nalt ishe. Doni që ata me ty, me qenë se ti do më në sjellë e sen me siguri, prandaj s'po nolëm shumë të tema dhe të pyetja, por edhe po ta bëj pyetjen, pra kemi edhe një pyetje, a ma mirë pak se hiq apo ma mirë hiq se pak? Po këqyre, ma mirë është me pas pak, po me pas me njerëz, e jo me pas shumë me haram. Jo, nuk e kena, ato opcionin shumë nuk e kena hiq. Po nuk e keni po unë thash se ai do më thonë ma mirë pak, po që ata do më thonë ki halal edhe bje qosh rahat. Se me pasën
Ma halal se hiç në kokë shkon, apo kur nuk i hiç. Mos me pas hiç, ti atëherë pa hiç të njeton. Pa hiç, do me thonë gjithmonë dush me hi borxhe. Kur ti hish borxh, do me thonë s'ki mundësi ka i kthem se s'ki hiç, ti ka merr. Po, vërtet është. A kur merr pak, apet ki besim se i thuhet dikujt, e kam një rrugë të vogël, po ku ta marr rrugën asaj sa e beson që pa rruga. Ku thush s'kam kërka, ai thot kam një band. O step kërkush. E vërtet është. Gjithmonë edhe njerëzit e shohin atë pjesën, domthonë, shumë e rëndësishme kjo pjesa. E po bukur. Doni me çka të mënohesh sot ti neve? Po më dok që ka edhe legjenda e kombit shqiptar, Luan Krasniqi me neve e thash, mas jo këtë t'ja qef një poezi, jo pëse se kam shkru. Po nuk është taj, nashta, është në kosh që shqipet po zemre tina, nuk e di. Bon në kje dhe me kosh që shqipet, po atëherë na shkojna, po me qeter, me një herë. Jo, gjithsesi ti mundesh me thonë ai poezi për Loanin, sepse Loani vërtet o Loan. Na dojna gjithsesi. Kudo që ndodhet e përshëndesim. E përshëndesni ona se ajo është legjende e kombit shqiptar që gjithmonë e ka ngrit kombin lart me boksin e tij fenomenal, gjithmonë domethënë edhe ka dalën murraj në rond, ka dalë me shqiponjën në kuqezet, domethënë as mujme me arru ata. Se ajo është legjende gjenerata. E vërtet është. Me çfarë melodie preta gjoni melodi, unë kështu që shkon për gjitha, edhe e ndëgjojmë pra po shkojmë me këta. Mikrofoni për juve. Lind dielli, e hëna rrezet i lëshon, te ne lind një trim, me zemër si luar. U gëzua gjithë kombi, u gëzua shqiptaria, por më shumë u gëzum edhe familja. Si vogël në famiri, ky filloj me boks aty, për me ngrit vetin në kënd, e me thonë vetës se jam shqiptar, me mbajt men edhe bota mbar. Kur ky lindet si trim, si lule e shqiptaris, me shqiponjën dy krenare, gjithmonë del fitimtare. Ai jeton në Gjermani, e mbron titullin thot aty, por mi tregu dhe botës mbar, as njëherë del pa flamurin kombëtar. Sta herë në rond kur ka dal, i busqeshur me krenari, gjoksin si Luan e zërnon aty, kur dalshin tjertë dëshin më ngri, si e pashin u frigoshin, edhe frika i ka plëke, me një trame kur ju mshojke, me njerë tokë e praptojke. Hëna busqesh e dielli rrezet i lëshon, prite Shqipën prite dhe flamuri që valon. Në mes të Gjermanisë një Shqipe fluturon, emrin Luan Krasniqi, ata po ja thojnë, kur del ai si shqiponje malit, tundet zemra e çdo luftetarit. Në sy kur e shiqon, si shqiponja e vërshon, ai befasohet dhe frika e kaplon. Prite trimin ton, që s'din me pushue, kjo është Luan Krasniqi, gjithë Kosovën kam janë quë. Gëzot, Kosova dhe kombi mbar shqiptar, e kemi Luanin, trim, Krasniq dhe legjendar. Prandaj nga zemra, ja thamë këtë poezi, rënosh sa malet e Shqipërisë etnike, la Luan që t'ka Kosova ty. Kjo është. Lumt, Migo Dan, vërtet ishin vogël nga zemra, falenderoj shumë. Respekt pa fund Migo. Faleminderit, gjithmonë ju i bani këtë mrekulli, Zoti ju bekofshi na jep një hapësirë me folje, inshallah Zoti ju mbron nga çdo rrezik, ti, familjen tonë dhe gjithmonë lutna për kombin shqiptar, se kur është kombi jemi na mos më kombi as jemi nas radio, po kur e kemi kombin atëherë domethënë dihet që edhe ti merr zemër fuqi me punu për kombin me arktue dëgjost mërgjimtar që gjithmonë e kanë lotin symë sepse gurbeti ju eron, por me valet e radio të kësurit ne e ndim vjetën më të lumtur edhe atë dhejën më afër se jemi në mërgjim. Shumë faleminderit Migo Dan, vërtet respekt pa fund dhe gjithmonë je i mirësardhur, respekte nderuar.
Shumë faleminderit. Përshëndes të roj punë pa lodhje. Faleminderit, natën e mirë, na i bani Allah. Natën e mirë, halal gjithmonë i nderuar. Natën e mirë, tung. Faleminderit shumë. Kishim pra Donin që përshëndesim dhe ju urojmë qasën mrekullueshme vazhdim kalesi që më së miri. Pra dëgjues dashur, jemi